Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar gatime për fillestar. Sot po përgatis një recetë shumë të shijshme me jufka, një pastë tradicionale shqiptare që përdoret prej shumë vitesh në kuzhinën tonë. Krejt çka duhet të bëjmë fillim është ta pastrojmë mirë pulën, pastaj duhet ta kalojmë në një tenxhere, ta mbulojmë me ujë dhe gjithashtu t'i shtojmë edhe krep dhe ta lëmë me uzinë në temperaturë të ngadalë derisa pula të bëhet shumë e butë. Derisa në anën tjetër mishi zihet, ne fillojmë me përgatitjen e radhës, do të na duhen 2 qep pak më të vogla se mesatarja dhe qepët unë i gri me rende, sepse kështu i jep shije më të mirë përgatitjes dhe për ndryshet kush nuk i preferon të shihet qepa në përgatitje, atëherë mundi me provu edhe kështu këtë mënyrën si unë. Me rende do të thotë që nuk vërejem fare pastaj në recetë. Tani do të filloj me përgatitjen e qepës. Kur them me përgatitjen e qepës, do të thotë që ka qenë një procedurë të mirë. Pra, së pari duhet ta skuqim qepën me buter në fortere, pastaj kur qepa të jetë gati, do t'i hedhim nga 2 lugë gjelle lëng pule, për gati rreth gjysmë ore, duke e përzier në temperaturë të ngadaltë, derisa të formohet si një lloj sosi. Dhe unë këtu po përdor këtë lloj pasta, është hera ime e parë që i kam ble këtu, i kam ble në rejve kush jeton në Gjermani e din. Nëse i dini më të mira, mundi me rekomandu në komente, sepse është hera ime e parë që i kam provu këtu, po gjithsesi për herën e parë ishin shumë të shijshme. Pra, si që të thash edhe një herë, mundi me rekomandu nëse dini ndonjë lloj më të mira. Dhe pra unë këtu do t'i marr t'i kaloj në një tepsi, ku do t'i lyej pak me margarinë dhe do t'i fus në furrë në temperaturë 150 gradë për 5 minuta derisa të skuqen mbi. Siç po shihni edhe në video, dal nga dal jam duke I hedh lëngun e pulës qepëve
duke e përzier, por në ndërkohë i hedh dhe piper të zi dhe pak krep, kështu për ta rregulluar pak shijen. Procedura e përgatitjes së pjesës së parë është gati, mishin e kemi gati, është zier, do ta kalojmë nga tenxheria në një pjatë që ta kemi më të lehtë, ta marrim ujin, ta kalojmë në jufka, të cilat janë skuqur shumë mirë perfekt, dhe sosi gjithashtu është gati, çepa që është zier pra me lëngun e pulës, është krijuar një sos perfekt, kështu që kalojmë tek pjesa e dytë. Dhe tani kalojmë qepën ose për ndryshe sosin që e kemi krijuar më parë me qepën dhe lëngun e pulës, do ta kalojmë mbi jufka. Pastaj do t'i hedhim gjithashtu dhe lëngun e pulës mbi jufka, por nuk do t'i hedhim shumë, sepse pas 20 minutave do ta marrim prapë nga fura dhe prapë do t'i shtojmë ujë. Kështu që dy herë do t'i shtojmë ujë, sepse nëse i hedhim me njëherë shumë ujë, atëherë do të dalin shumë të çullafta ose jo të sheshme. Kështu që dal nga dal do t'i zijem me ujë në furrë. Dhe tani kalojmë mishin e pulës mbi jufka, por unë i kam lyer jufkat me një sos, të cilën e kam krijuar vetë. E di që kështu nuk është receta klasike, por unë e kam përshtatë sipas shijes time. Dhe për sosin që do t'i lyj pulat mbi, do t'na duhet kos, mjalt, hudhër pluhur, krep, piper i kuq dhe vaj ulliri. Dhe përgatitjen tani do ta kalojmë në furrë të parangrohur në 180 gradë, ku do të pjekim për 35 minuta ose për ndryshe do ta kontrollojmë derisa pula të skuqet mbi. Faleminderit që qëndruat deri në fund të videos. Nëse ju pëlqeu receta, bëni like, koment dhe mos harroni të abononi në kanalin tim për receta tjera të shijshme. Shihemi së shpejti me receta tjera.